mas e doj për Bigit, qa ke bo kështu për herë por? A i ke kap telefonin direkt, a i taku me të familjes, me shoka, ne qa ke bo? Jo, telefon nuk i kam kap direkt, ma shkoj Niko të ma jepte dhe unë i thash mbaj edhe një qik, sepse nuk isha gati akoma të përballesha me gjithë këto informaciona. Po? Kam përshafuar mamin babin, kam denjë me shoqërinë time, kam takuar prindrit e tu. Po, edhe ata më kanë tërgu që e ke taku, po. Edhe 2 vete arove, unë e kuminu që e kinë zamër. Ka? Qanin edhe Malcën. Po, ato kur jam këthy në Tiranë. Okej. A, do me thoma vun. Kam denjur 2 ditë në Kosovë. A janë gëzu? Po që nuk ishte të mësu. E qysh kanë kalu atje all inclusive? Shumë mirë jetë. Okej, shumë mirë. Si ne pak më mirë ata, pas stres. Shumë mirë. E kështu, a ken a i pove që janë mërzita në sana? Jo, ishte shumë të mirë. Masja ishte kështu me ignoroj pak në fillim, pastaj ishte shumë e dashur me mua. Edhe, po, jo, janë shumë mirë. Okej, qatë ka prit, a qa orë kështu naj kontrat, naj pun, naj san, a ka ndryshu naj sana ju, a sanet e njejta? Kanë ardhur shumë propozime, shumë oferta, edhe disa propozime të përbashkëta me ty. Po. A kina me boa ju që ata sanet që janë orë përbashkët? Me kismet, shumë. Okej. Shumë propozime për gjëra të ndryshme. Unë rinovova kontratën me të Zenis, që jam imazhi për Shqipëri dhe për Kosovë, që sot postova fotot që bën namin. Dhe ato fotot të vendosen në një billboard të madh në Kosovë. Okej, shumë. Kosovë? Të vi në Kosovë të shkojmë t'i ve të shohim nga afër, po. Okej. A i kanë qita halo? Jo, do e vendosin për disa ditë. Kur të vijë në Kosovë do jetë? Naj film, naj san Akimo, naj san që... Jam në diskutime, po duhet më bë cast.